4 nëntor. Problemi i vërtet me anktin. Por nëse Perëndia e vesh kështu barin e fushës, që sot është dhe nesër hidhet në furrë, a nuk do t'ju vesh shumë më tepër ju, njerëz besim pak? Mateu 6:30. Jezusi thot se rënja e ankthit është besimi i mangët, besim pak, në hirin e ardhshëm të Atit ton. Një reagim ndaj kësaj mund të jetë: ky nuk është lajm i mirë. Në fakt, është shumë dekurajuese të mësoj se ajo që mendoja të ishte thjesht një përleshje me një prirje ankthi, është në fakt një përleshje shumë më e thellë në lidhje me faktin nëse i besoj ose jo Perëndis. Reagimi im ndaj këtij dekurajimi është të bie dakord dhe pastaj të mos bie dakord. Ta zëm se ke pasur dhimbje stomaku dhe je përleshur me lloj-lloj ilaçesh dhe dietash, por pa kurrfar suksesi. Ta zëm se më vonë, pas një vizite rutinë, doktori të thotë se ke kancer në zor. A do t'ishte lajm i mirë ky? Prerazi thua jo dhe pajtohem me ty. Por më lejo ta bëj ndryshe pyetjen. A je i gëzuar që doktori e zbuloi kancerin, ndërkohë që ai ende mund të trajtohet dhe në fakt mund të kurohet me shumë sukses? Ti thua po, jam shumë i gëzuar që doktori e zbuloi problemin e vërtet. Sërish pajtohem me ty. Pra, lajmi që ke kancer nuk është lajm i mirë, por, në një kuptim tjetër, ai është lajm i mirë, sepse të dish se çfarë nuk shkon është gjë e mirë, sidomos kur problemi yt mund të trajtohet me sukses. Kështu është edhe me të besuarit që problemi i vërtet pas ankthit është të qenët besim pak. Siç thot Jezusi, në premtimet e hirit të ardhshëm të Perëndis, ai është në gjendje të punojë në mënyra të mrekullueshme shërimi kur ne thërasim: unë besoj o Zot, ndihmo mos besimin tim. Marku 9:24.